Aksidenti fatal humbi jetën vëllai I Gjestit. Një aksident me pasojë fatale ka ndodhur këtë të njëjtë në fshatin Qungur të Pejës, ku përpasoj ka humbur jetën një person dhe një tjetër është plagosur rënd. Viktima është Eldion Kelmendi, vllai I reperit të njohur shqiptar Besart Kelmendi, I njohur me emrin artistik Gjesti, fitues I edicionit të 4 Big Brother VIP. Sipas informacioneve paraprake, aksidenti ndodhi rreth orës 14 kur një vetur është përplasur me një motor 4 rrotësh. Nga përplasja humbi jetën Kelmendi në vendin e ngjarjes, ndërsa një tjetër me inicialet KB është dërguar me urgjencë në spitalin e Pejës në gjendje të rëndë shëndetësore. Mësohet se ai po I nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në opinionin publik, veçanërisht mes ndjekësve të reperit Gjesti. Por kush ishte Gjesti? Besart Kelmendi, lindur më 8 maj 2000, I njohur me emrin e skenës Gjesti, është këngëtar shqiptar nga Kosova. Ai filloi si këngëtar në 2020 me projekte muzikore, duke debutuar në këngën Idiote. Ai fitoi famë të gjerë pas pjesëmarrjes në sezonin e 3 të reality show Big Brother VIP Kosova dhe në sezonin e 4 të Big Brother VIP Albania, ku shpall fitues. Gjesti nisi karrierën muzikore në vitin 2020 me këngën debutuese Idiote, e cila u prit shumë mirë nga publiku. Ai u dallua për stilin e tij unik në performanca dhe tekstet muzikore. Klipi I bashkangjitur me regjinë e Valona Zdirit zuri brenda një jave 1.5 milion shikime në YouTube, duke zënë 10 milion shikime deri në fund të atij viti. Pas suksesit të Idiote, Gjesti vazhdoi me projekte të tjera muzikore. Në vitin 2022 ai shkroi dhe publikoi këngën Ani në bashkëpunim me këngëtaren Ema. Në vitin 2023 publikoi këngën Beba, e cila u shoqërua me një klip veror. Teksti dhe melodia ishin punuar nga vetë këngëtari me prodhimin nga Albos. Në fund të vitit 2024, Gjesti mori pjesë si banor në spektaklin televiziv Big Brother VIP Kosova 3, qëndroi 83 ditë në shtëpi, duke u eliminuar nga një televotim përballë Drilor Ramës, I cili u shpall në fund fitues I këtij edicioni. Pas daljes nga Big Brother VIP Kosova, I hyri në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 në vitin 2025, duke qenë një nga surprizat e këtij edicioni. Gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brotherit, ai arriti të fitojë simpatinë e publikut për sinqeritetin, spontanitetin dhe humorin e tij. Më 20 prill 2025, ai u shpall fitues I edicionit të 4 të Big Brother VIP.